Sipas parashikimeve astrologjike, viti 2026 pritet të jetë një nga vitet më të favorshme për dy shenjat e zodiakut. Demi, stabiliteti më në fund po vjen. Për të lindur në shenjën e Demit, 2026 pritet të sjellë një periudhë të artë. Puna e palodhe dhe durimi që kanë treguar vitet e fundit do të fillojnë të shpërblehen në mënyrë konkrete. Financat parashikohen të hyjnë në një fazë stabilizimi të fortë, madje me rritje të ndjeshme. Nuk përjashtohen as avancimet profesionale, ofertat e reja të punës dhe mundësitë për investime të suksesshme. Në planin sentimental, Demi beqar mund të njihet me një person që ofron siguri dhe perspektiva fatgjatë, ndërsa ata që janë në një lidhje do të shijojnë një periudhë harmonie dhe thellimit të marrëdhënies. Po ashtu, 2026 shihet si viti i shërimit të brendshëm dhe kapërcimit të peshave emocionale të së kaluarës. Luani, fillimi i një epoke të artë. Edhe për Luanët, viti që po vjen duket se do të jetë vendimtar. Parashikimet flasin për një periudhë triumfi profesional, ku idetë dhe përpjekjet e tyre do të marrin vëmendjen dhe vlerësimin e munguar. Aty ku janë munduar në heshtje, pritet të marrin duar tokitje. Në aspektin financiar, shenja e Luanit më të profitojnë nga bashkëpunime fitimprurse, bonuse ose të ardhurat e papritura, ndërkohë në dashuri Luanët beqar mund të përjetojnë një njohje të fuqishme emocionale, ndërsa çiftet do të rifitojnë pasionin dhe harmoninë. Viti 2026 shihet si një prej viteve më mbështetëse për Luanin, një periudhë ku dëshirat më të guximshme kanë mundësi reale të bëhen realitet.